Përmes një reagimi në rrjetet sociale, ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dhënë një sinjal për një rikthim të mundshëm në skenën politike aktive, duke nënkuptuar përfshirjen e saj në garën e drejtpërdrejtë me kryeministrin Albin Kurti. Rrugët që u mbyllën nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli, shkruan Osmani në postimin e saj, duke shoqëruar mesazhin me tone reflektuese mbi zhvillimet e fundit politike në vend. Ajo i cilësoi natën e fundit si të rëndë për Kosovën pas shpërndarjes së parlamentit dhe bëri thirrje për unitet mes qytetarëve. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrejtje, mjaft më me përçarje, mjaft më me ndjellje të frikës. Mjaft më. Aty ku ka urrejtje duhet të sjellim vetëm e vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ju ftoj që të bashkoheni në këtë mision, sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Fati kushtetues 34 ditor për zgjedhjen e kreut të shtetit ka përfunduar mbrëmjen e 28 prillit pa arritur në konsensus politik në kuvend. Sipas gjykatës kushtetuese të Kosovës, në këto kushte vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare, të cilat duhet të mbajnë brenda 45 ditëve nga përfundimi i këtij afati. Sipas llogaritjeve kushtetuesve, data e fundit e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve është e diela e 7 qershorit, çka e vendos Kosovën në një periudhë të refushate dhe rikonfigurimi politik. Zhvillimet e fundit pritet të ndikojnë ndjeshëm në balancat politike në vend, ndërsa rikthimi i mundshëm i Osmanit në garë mund të sjellë një dinamik të re në përballjen politike në Kosovë.